Pas barazimit me Egnatia në Rogozhin, korçarët kanë dilemat e veta sa i përket fundit të sezonit. Me një ndeshje përcaktuese përballë Bylisit në shtëpi që mund të sjellë të gjitha versionet për verdiktin final të sezonit, ankthi dhe pritshmëria është në kuota maksimale. Një gjë e tillë është kthyer në një peshë më shumë për klubin dhe ekipi që nga dita e hënë është rikthyer në Korçë për të punuar rreth ndeshjes së fundit të sezonit. Ndeshje që ashtu siç i ka të gjitha rezultatet brenda, mbart me vete edhe të gjithë skenarët në varësi të asaj çka do të prodhojë java e fundit e superiores. Por për trajnerin Ernest Gjoka gjithçka varet në këmbët e ekipit të tij, ndaj edhe për këtë kryepankina korçare ka vendosur që të mbajë skuadrën e përqendruar vetëm te ndeshja e tyre e fundit për këtë sezon. Kjo pasi nëse Skënderbeu bën detyrë ndaj Bylisit, çdo makt largohet dhe korçarët sigurojnë mbijetesën. I bindur te ky fakt, trajneri ka filluar punën që dje, duke nisur gjithçka me një takim analize në dhomat e zhveshjes me qëllim për të motivuar të tillët në prag të këtij takimi kaq të rëndësishëm. Më pas e gjithë vëmendja është fokusuar në fushë, atje ku Gjoka ka drejtuar ekipin në një seancë stërvitore teje strikte për të përmirësuar çfarë të mundet sa u përket manovrave të grupit. Ekipi përqendruar në kushte loje dhe i ndërtuar në mënyrë që të zbatojë skemat e trajnerit, kjo ka qenë seanca e parë e korçarëve në Juglindje, ku nuk kanë munguar këshillat dhe kritikat e stafit në situata të ndryshme gjatë stërvitjes. Stafi teknik është gjithashtu me sy e vesh nga infermieria për një rekuperim të Dokës që do të ishte një vlerë e shtuar për ekipin në një ndeshje kaq përcaktuese. Lajmet nga stafi mjekësor janë pozitive teksa pritet dhe një ekzaminim i fundit për të parë me siguri gjendjen e lojtarit dhe disponueshmërinë e tij në këtë ndeshje. Me rikthimin e Dokës së dëmtuar dhe e strehjes për shkak kartonësh, Skënderbeu do të kishte një grup të plotë për ndeshjen vendimtare të këtij sezoni.